Deputetët e Kuvendit të Kosovës diskutuan për rishikimin e buxhetit për vitin 2015, i cili do të jetë 1 miliard e 535 milion euro, që i bie 52 milion euro më pak se sa buxheti fillestar. Opozita e cilësoi si buxhet jo zhvillimor, ndërsa kryeministri Mustafa tha se buxheti mund të rritet nëse rriten tatimet. Mungesa edhe e vullnetit. Për herë të dytë, deputetët e Kuvendit të Kosovës diskutuan për buxhetin e këtij viti. Ministri i Financave Abdullah Hoti tha se ky është buxhet i mundësive. Sipas tij, gjatë rishikimit është paraparë që këtë vit të kursehen 49 milion euro. Për shkak të rishikimit të hyrave dhe programit me femërën, është dashur që ne të bëjmë një kursim për 49 milion euro. Dhe këto kursime i kemi vetëm në shpenzimet korrente. Pavarësisht këtyre kursimeve, ne do të jemi në gjendje që të vazhdojmë të paguajmë deri në fund vitit pa asnjë pengesë për pagat, për përvojën e punës për gjithë ata që marrin pagën nga sektori publik, për subvencionet për kategoritë veçanta sociale dhe shoqërore. Por reaguan partitë opozitare, thanë se ky nuk është buxhet i zhvillimit. Gjithë ato premtime në fushatën parazgjedhore të vitit 2014 për 120.000 vende të reja të punës, për zhvillim të bujqësisë e të prodhimtarisë, të arsimit e të shëndetësisë, nuk i gjejmë askund në këtë buxhet i cili vetëm se quhet rishikuar, po shumë më tepër i kopjuar. Prandaj mund të them se qytetarët e Kosovës duhet të përgatiten për ditë edhe më të vështira. Në vitin 2015, buxheti i Kosovës do të jetë për 50 milion më i vogël se sa ai i vitit 2014. Me këtë trend të zhvillimit dhe me këtë trend të financave publike dhe me këtë qeverisje të vendit, jo për 70 vite, por asot 700 vjet, Kosova nuk do të ketë trend të rritjes ose arritjes së vendeve në zhvillim dhe lërë me vendeve të zhvilluara. U kundërpërgjigj ministri Hoti. Unë e pranoj që kjo është buxhet që nuk i plotson nevojat, por është buxhet në përputhje me mundësitë që kemi. Nuk kemi mundësi tjera si ekonomi, nuk mund të parashikojmë një buxhet dyfish më të madh ndërkohë që ne nuk mund të mbledhim. Kemi parashikuar të mbledhim 14% më shumë se sa vitin paraprak. Çdo qeveri po thotë ky është buxhet i mundësive. Mirëpo mundësia nuk është diçka objektive, faktike, jashtënesër. Edhe ne marrim pjesë dhe ndërtojmë mundësinë si të tillë kur e ke vizionin zhvillimor që këtu nuk po e shohim. Unë do doja me shku 3 herë në pushime gjatë vitit. Edhe ju besoj. Edhe do donit me jetu jo me një banesi ka 60-70 metra, po do donit me jetu me një shtëpi të madhe. Po jetoni brenda kontekstit mundësive që e keni apo. Pra edhe kjo qeveri, edhe ky shtet, edhe këto shpenzime, të gjithë komoditetin institucional që e kemi brenda mundësive që kemi. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se ky është buxhet i trashëguar. Sipas tij, po të ngriteshin tatimet, buxheti mund të rritej. Pjesa dërmuese e këtij buxheti është dhe ka qenë parapërcaktuar përpara, sepse në masën më të madhe kanë qenë projektet e kontraktuara dhe detyrimet e krijuara, dhe ato detyrime janë bartë në buxhet, dhe pashtu kanë qenë detyrimet edhe për shpenzime për paga dhe mëditje dhe për mallra dhe shërbime, nëse tatimin si pjesëmarrje në GDP e rrisim nga 30% sa kemi, e bëjmë 40% apo 50%, ne i rrisim tyrat nga tatimet, por kemi problem se e varfrojmë xhepin e qytetarëve edhe të ekonomisë. Kryeministri e morri sërish metaforën e xhepit, tha që nëse i rrisim tatimet, atëherë varfrohen xhepat e qytetarëve. Unë po, besoj që do të rritën tatimet për mënyrë progresive. Dhe nuk është fer kryeministër t'i barazosh gjithë xhepat e qytetarëve. Unë jam për t'u shtuar tatimin xhepave të thellë, jo xhepave të sekt. Dhe në këtë vend ka shumë xhepa të thellë, të cilët sa do që t'u arresësh tatimin, besoni nuk varfrohen. Buxheti për këtë vit do të jetë 1 miliard e 535 milion euro, që i bie të jetë për 52 milion më pak se sa buxheti fillestar. Rishikimi i buxhetit është analizuar edhe nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP, i cili ka konstatuar një ulje të hyrave për 3.2% dhe të shpenzimeve buxhetore për 2.9%. Duke folur lidhur me rishikimin e buxhetit për vitin 2015 në Komisionin Parlamentar për Buxhetet dhe Financa, ministri Abdullah Hoti tha post tjerash se me këtë rishikim synohet kursim të shpenzimeve për 49 milion euro. Ato shkurtime që janë diku 49 milion, janë vetëm shkurtime në
menaxhimin më të mirë të meditjeve, të pagave, të punës nëpër komisione, tek mallra dhe shërbimet, tek udhëtimet jashtë, tek derivatet e tjera. Pra janë vetëm kursime që prekin shpenzimet e korrente. Unë mendoj që kjo është e mira e këtij buxheti, që ne ta dimë si ta përmbyllim vitin. Por efekt tjetër krahas së kursimit do të ketë edhe ulje të hyrave në buxhet, thotë një analizë e Institutit GAP. Berat Thaçi bën krahasime mes këtyre dy pozicioneve. Në nivel vendi të hyrat e parashikuara janë ulur për 52 milion euro apo 3.2%. Kjo natyrisht do të thonë kjo ulje në parashikimin e të hyrave do të reflektoj edhe në uljen e shpenzimeve, të cilat do të ulën për dikon 49 milion euro apo 2.9%. Sa i përket kategorive se cilat do të ndikojnë më shumë në uljen e të hyrave, këto janë të hyrat vendore që janë kryesisht të hyra nga administrata tatimore e Kosovës, mirë po gjithashtu do të rënien në parashikime të hyrave edhe në dogana, dikun për 16.2 milion euro. Analiza e prezentuar nxjerr në pa edhe lëvizjet brenda buxheteve të ministrive të ndryshme, ku do të ketë si ulje ashtu edhe shtim të buxhetit. Po sipas kësaj analize, më e goditura do të jetë Ministria e Financave me ulje prej 35% të buxhetit. Po ndryshimet më të mëdha sa i përket uljes së buxhetit do ndodhin tek Ministria e Financave, do të ka një ulje në buxhet prej 26.2 milion euro. Pastaj që është shqetësuese është se 3 ministri që mirën me zhvillim ekonomik dhe punësim do të kenë ulje të buxhetit. Kjo është Ministria e Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Disa ministri është rrit buxhetin në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Administrimit Publik, dhe gjithashtu të institucionet e pavarura apo agjencionet e pavarura të gjitha pothuajse do të ndryshohet buxheti i tyre, përveç Radio Televizionit të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. GAP rekomandon që gjatë hartimit të buxhetit për vitin 2016, i njëjti të respektojë parametrat reale të projeksioneve zhvillimore në harmoni me mundësitë objektive. Diskutimet për buxhetin e vitit të ardhshëm do të fillojnë në muajin shtator. Në pjesën e paraditës së seancës së Kuvendit u zhvillua një debat i nxehtë për sistemin e shëndetësisë së Kosovës, me qëta u drejtuan akuzat të ashpra në adresë të ministrit Imet Rahmani. Në këtë seancë pati edhe përplasje rreth luftës së UÇK-s. Deputetët e opozitës akuzuan ministrin e shëndetësisë Imet Rahmani se nuk po bën veprime të duhura për përmirësimin e gjendjes së rënd në sektorin e shëndetësisë. Që në shumë spitale regionale, por edhe në reportet ndryshme të QKUK-s, disa nga kthinat janë bërë dhoma të rrëfimit. Them dhoma të rrëfimit në thojza për shkak se në ato kthina bëhet pazar si në treg plaçkave me pacientët. Vetë fakti që ju keni ardhur në kryet këtij dikasteri si rezultat i bryllave brenda subjektit politik, përkundër këtë respektit personal që kom, është një tregues se qeveria në këtë drejtim as që ka menuar edhe as që e ka prioritet rregullimin e kësaj çështje. U përgjigj ministri Rahmani, pranoi se ka korrupsion në sektorin e shëndetësisë. Pajtohem që ka korrupsion ashtu sikur që flitën gjithë shoqërinë kosovare. Mirë po kam shifra tjera cilat kanë dalë do studime, që sot nuk po du me citu sepse janë aq të mira dhe aq demantuese në raport me ato që ka përflitet, sa që ndoshta edhe kanë njerë nuk mund t'ju besohet. Pasuan reagimet e deputetëve të tjerë. Të shkojnë njeri i goditun nga makina dhe të mos i bëhet ekzaminimi mjekësor, dikush duhet të jap llogari për këtë çështje. Dhe të ketë nevoj me shku pas 2 ditësh me u boj ekzaminimi mjekësor në Shkop. Kjo nuk është në rregull. I ftoj ministrin që të shkoj vetëm në oborën e spitalin në qendrën klinikë universitare dhe të shikoj sa njerëz bredhin nga spitalin për shkak të aparaturave që spunojnë e shkojnë në për laboratore për të bërë analiza në sektorin privat.
vetëm ato të qëndroj mjaftën 2 orë, ai mund të merr të gjitha informacionet e sakta. Shumë mirë din ministri se çka do të thotë nëse nuk trajtohen konvulsionet të fëmia i porsalindur. Është dashur që në kujdestari prindi të gjej këtë punë. Ministri ose nuk është hiç i informuar çka po ndodh spitale ose po mundohet me rrajt opinionin. Unë po vjen shumë keq që kështu po i drejtohena. Nuk i ftova deputet me mbledh fakte, po në fundit edhe deputet mund të jetë pacient atë të sistemit tonë shëndetësor, po ftova qytetarët e Kosovës të cilët i marrin shërbime shëndetësore që t'i denoncojnë të gjitha shkeljet, unë qëndroj prapa tyre. Në seancë kishte përplasje rreth qëndrimit ndaj UÇK-s dhe ndaj themelimit të gjykatës speciale mes deputetit të lëvizjes Vetëvendosje Faton Topalli me atë të LDK-s Ismet Beqiri. Unë e kuptoj që motivacioni juaj për gjykatën ka të bëjë më shumë me qëndrimin negativ që ka pas Lidhja Demokratike e Kosovës ndaj UÇK-s, prandaj dhe nuk më habit zeli juaj dhe uniteti i përgjithshëm në votimin e kuvendit për këtë gjykatë. Mos vazhdo me këto intriga, mos merr obligime të tilla sepse janë tronda për ty dhe ne që kemi qenë këtu e din qytetarët edhe po ta tërheq vretjen. Mos shpif, mos u bëni intrigant sepse kontributi i LDK-s, qytetarët që kanë qenë në UÇK kanë qenë dikon antar partije dhe në atë kohë ka qenë LDK-ja, nuk ka qenë Vetëvendosja, e as ma pak ti. Unë ju them që nuk kam asnjë frikë nga këto përcënime që i bëni, mos bëni pralla me tupan sepse qytetarët e Kosovës e dinë qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj UÇK-s. Ju e dini ç'është keni bërë farkun, e dini sa keni përkrah UÇK-n, nëse lufta ju ka përfunduar 99 për ndërtimin e sovranitetit të vendit, lufta ime vazhdon e do të vazhdoj edhe më tutje. Në këtë seancë deputetët mbajtën 1 minutë heshtje për të nderuar viktimat në masakrën e Srebrenicës. Derim. Në kuvendin e Kosovës së dëshdashur të diskutohet edhe çështja e peticionit të nënshkrimeve të mbi 33.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, por për shkak të debatit maraton për rishikimin e buxhetit, kjo çështje pritet të diskutohet nesër në kuvendin e Kosovës, por paraprakisht konsorciumi i qytetarëve apo i konsumatorëve që janë mbledhur në një organizatë të përbashkët janë drejtuar deputetëve të kuvendit të Kosovës lidhur me çështjen e peticionit për të folur më gjërësisht për këtë temë. Në studio e kam të ftuar zonjën Dajana Berisha, drejtoreshe ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare. Zonja Berisha, mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit, mirë se u gjeta. Çfarë ndodhi sot? Ju jeni drejtuar deputetëve të kuvendit të Kosovës që ta marrin parasysh dhe të futët në shqyrtim si pikë randi ditës në kuvend çështja e peticionit kundër shtrejtimit të energjisë elektrike. E drejt, sot koalicioni i qytetarëve konsumator, i sindikatave dhe të gjitha organizatave, i një numër organizatës, por rreth 60 organizatave të shoqërisë civile, janë drejtuar për së dyti kuvendit të Republikës së Kosovës me një letër, me një deklarat, në të cilën i bëjmë me dija atyre dhe i rikujtojmë se sot në seancë plenare është detyrueshme të diskutohet peticioni i nënshkruar prej 33.000 qytetarëve si një paket e tërë dhe jo rekomandimet e një komisioni të veçantë parlamentar që ka bërë mbi peticionin. Kjo është në vijat përgjithshme përmbajtja e letrës që ne sot e dorëzuam individualisht tek secili prej deputetëve. Kërkesa që ju keni drejtuar deputetëve përmban 5 pika, cilat janë ato më kryesoret dhe më urgjentët për të trajtuar dhe për ta nxjerrë vendin nga kjo gjendje lidhur me çmimin e energjisë elektrike, për çka ju po ankoheni? Së pari gjithë jemi ndërgjegjshëm se çmimi i energjisë elektrike është rrit përgjatë 2014-s, ka pas 2 rritje të njëpasnjëshme me një distancë kohore shumë të shkurtër. Rritja e parë është bërë në qershor të 2014-s me 10 qershor menjëherë mbas zgjedhjeve nacionale dhe rritja e dytë në 29 gusht 2014, një rritje emergjente, siç u quajt. E këto 2 rritje për gati 11% e çmimit të energjisë elektrike përfshirje në këto 2 rritje, kanë një kosto të jashtëzakonshme ekonomike dhe sociale për xhepat e qytetarëve, për familjarët, për pensionistat, për gjithë të stres që përbën shumicën e qytetarëve të Kosovës. E tash disa nga
kërkesat që janë të nënshkruara prej qytetarëve të Kosovës në këtë peticion kanë qenë së pari anullimi i vendimit të ZRE-s i datës 29 gusht për këtë rritje emergjente të çmimit të energjisë elektrike. Në rast është përdorur si arsye tim shpërthimi në Kosovën. Shpërthimi në Kosovën A, po. Por realisht çmimi i energjisë elektrike pavarësisht se është rritur, investimet në Kosovën A nuk janë bërë prej ZRE-s, kështu që nuk justifikohen ato të hyra që ZRE-a i ka mbledhur prej qytetarëve me këtë rritje të çmimit të energjisë elektrike. Një ndër pikat tjera kryesore brenda këtij peticioni ka qenë shkarkimi i bordit të ZRE-s për arsye se i gjithë ky koalicion dhe i drejtuar prej KOSIT, Konsorciumit Shoqërisë Civile për Zhvillim Qëndrueshëm, gjykon se bordi i ZRE-s ka qenë i influencuar politikisht, që do të thotë se të dyja të rritjet e energjisë elektrike të çmimit janë bërë në një periudhë kohore kur Kosova nuk ka pas institucione, pra ka pas një vakum politik dhe institucional, të gjithë jemi ndërgjegjshëm për këtë, prej 6 muajsh. Pra në këtë periudhë kohore janë marrë këto vendime dhe është rrit çmimi i energjisë elektrike. Po, kërkesa që ju keni drejtuar deputetëve i ka bërë 7 muaj që nga janari. Pse mendoni se nuk është marrë parasysh nga ana e ligjvënësve të Kosovës, pasi që ata janë përfaqësues të zërit të qytetarëve brenda në kuvend? Çka ka ndodhur realisht është që peticioni është dorëzuar në Kuvendin e Kosovës në datën 20 janar të 2015-s në Komisionin për të Drejtat e Njerëzit, personat pa gjetur, peticione dhe barazi gjinore. Ky komision, duke mos pas kompetencat e duhura dhe si thosh vullnet politik, e ka referu peticionin tek Komisioni për Buxhet dhe Financa me arsyetimin se peticioni ka implikime financiare. Po kështu, qysh prej janarit e deri më tani, peticioni ka vazhduar rrugtimin e tij nëpër komisionet e parlamentit pa mbrit të shkojnë në kuvend para deputetëve të diskutohet si një paketë e tërë. Po më thuani se edhe brenda deputetëve nuk ka disponim për të ndryshuar çmimin e energjisë elektrike në vendin tonë? Realisht ne kemi pas takime me opozitën, me komisionet parlamentare të opozitës, dhe ata e kanë ngrit her pas here këtë si problem në kuvend, por dhe njëherë theksoj se në kuvend deputetëve po i dorëzohet rekomandimi i bërë prej Komisionit për barazi për të drejtat njerëzit dhe peticione, dhe jo peticioni në vetvete me të gjitha kërkesat e nënshkruara nga 33.000 qytetar. Nuk duhet harrojmë që 33.000 qytetar është një numër i madh i qytetarëve që kanë nënshkruar një nismë. Sigurisht të gjithë do ta nënshkruanin, por atyre që ju ka dhënë mundësia ndoshta edhe kanë bërë këtë. Ju siguroj që do të kishin qenë edhe shumë më tepër nëse ne do të kishim pas mundësinë me shku në çdo cep të vendit, sepse pakënaqësia e njerëzve në raport me çmimet e energjisë elektrike është e jashtëzakonshme. Mos harroni që veç 5% e popullsisë veç iku prej vendit, dhe në hulumtimet që ne kemi bërë, një nga arsyet që njerëzit e kanë ikë ka qenë dhe pamundësia për të paguar faturat e energjisë elektrike. Cilët do t'jenë hapat e mëtejmë nëse edhe kësaj radhe nuk futet në shqyrtim peticioni i qytetarëve kundër shtrejtimit të energjisë? Ne si koalicioni kemi pas llogarit edhe hapat dhe gjithmonë jemi të prirur të ndjekim rrugët institucionale, ligjore, dhe po duam të shpresojmë ende që në rrugë ligjore peticioni do të gjejë një zgjidhje, pra kjo nismë me qytetarëve që bazohet në të drejtën kushtetuese për të kërkuar një ndryshim ligjor, është një nismë ligjore, duhet dhe po mendoj që kemi shpresa që do të gjejë një farë zgjidhje në parlament mes deputetëve. Ne do të jemi nesër sërish në kuvend për bashkëbiseduar me Ka pasur disa herë edhe protesta për faturat e energjisë elektrike. I keni përjashtuar në këtë rast kësaj radhe protestat? Aktualisht jemi siç e thash, duke ndjekur rrugën ligjore pranë me parlamentin. Parlamenti është vendi ku adresohen të gjitha problemet e qytetarëve dhe është momenti i vetëm ku ky peticion, këto kërkesa do duhet merreshin seriozisht konsiderat prej deputetëve. Për ndryshe, koncepti i demokracisë pjesëmarrëse do të atakohej shumë seriozisht në këtë rast. Janë 33.000 njerëz që vullneti i tyre nuk merret parasysh nëse peticioni nuk konsiderohet. Zonja Berisha, faleminderit që ishit në studion tonë për ndarë këto informacione rreth kësaj situate. Qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021. Kjo strategji pretendohet të jetë udhërrëfyes kryesor për rritjen ekonomike dhe fuqizimin e sektorit privat.
Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 e hartuar nga qeveria u prezantua nga kryeministri Isa Mustafa në hapjen e takimit të iniciuar për këtë çështje. Kryeministri tha se nuk dëshiron që kjo strategji të mbetet vetëm në letër, por të realizohet gjatë periudhës së ardhshme. Ne jemi të përcaktuar që fokusi dhe kryefjala e kësaj strategjie të jetë rritja ekonomike e vendit, e cila do të mundësoj punësim më të madh, do të mundësoj pashtu konkurencë më të madhe në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare, integrim më të shpejt të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe ngritje të mirëqenies. Kryeministri Isa Mustafa tha se qeveria do të përqendrohet edhe në projekte dhe investime strategjike. Rritja ekonomike në periudhën e ardhshme do të synohet të arrihet nëpërmjet renditjes qartë dhe objektiv të prioriteteve, apo të ndryshe të prioriteteve, përqendrimit në projekte dhe investime strategjike, rritjes pjesëmarrjes në tregjet e jashtme, zhbllokimit potencialeve dhe të aseteve materiale financiare, deri tani të pashfrytzuara. Ndërsa Ministri i Financave Abdullah Hoti tha se strategjia buron nga politikat e qeverisë aktuale. Tani po planifikojmë që në kuadër të strategjisë kombëtare për zhvillim ta bëjmë këtë program qeverisës më detaj, më teknik, ku janë masat konkrete për realizimin e këtij programi me kosto të përkatëse. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci tha se qeveria është dashur që një strategji të tillë ta ketë shumë kohë më parë. Mendoj që ndër vitet të gjithë ata që kanë qenë pjesë e hartimit të planeve të ndryshme strategjike ndër vite, ne kemi pasur shumë strategji sektoriale, të cilat është nevojitur që pastaj të sintetizohen në një dokument të tillë. Ky është takimi i parë iniciuar për përgatitjen e strategjisë kombëtare për zhvillim 2021, pas vendimit që kishte marrë kryeministri Mustafa në qeveri për themelimin e grupit punues. Kryeministri tha se kjo strategji nuk do të jetë e pandryshueshme dhe strikte, por do të ketë mundësi edhe të plotësohet. Kryetari i Bujanocit, Jonuz Musliu, është ankuar se presioni sistematik i shtetit serb ndaj shqiptarëve të Luginës sa vjen e shtohet. Në një takim që pati me kryetarin e komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, Musliu tha se shteti serb po i fshin shqiptarët nga regjistri civil, duke theksuar kështu interesin e madh për spastrimin e shqiptarëve. Musliu theksoi se atje po bëhet pastrimi i listave të gjendjes civile dhe shtetësisë së shqiptarëve pa asnjë kriter dhe se deri tani janë regjistruar mbi 200 raste të tilla. Ai tha se nevojitet evidence saktë në mënyrë që zyrtarisht tu drejtohen ambasadave të akredituara në Serbi, por edhe Bashkimit Evropian, që kjo të ndryshohet përmes bisedimeve Kosovë-Serbi. Kryetari i Gjilanit Haziri tha se do të jap kontributin e tij për të ndihmuar Luginën në këtë situatë. Shteti serb po merr masa mbrojtëse kundër terrorizmit në jug të territorit të vet. Ministri i punëve të brendshme i Serbisë, Nebojša Stefanović, paralajmëroi në bisedë me homologun e Maqedonisë Mitko Çapkov masat e Serbisë në luftë kundër terrorizmit, duke theksuar se njësitë speciale të policisë serbe do të mbesin në pjesën jugore të Serbisë si preventiv nga çfarëdo rrezikimi i sigurisë së qytetarëve. Në këtë takim u ra dakord për kontroll të shtuar të kufirit Serbi-Hungari, duke konstatuar se vala e migrimit ilegal përbën problem të madh për të dyja shtetet. Në Vjeshtë pritet të shpallët konkursi për përbërjen e re të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Ky trup do të hartojë rregulloren e re që përcakton edhe mandatin e anëtarëve të Këshillit Prokurorial. Më së voni në shtator, Këshilli Prokurorial do të hap konkurs për anëtar të rinj. Në mbledhjen e sotme u bë ditur se përbërja e re do të bëhet krahas ndryshimeve që janë bërë në ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Fryma e ligjit të ri është që në të ardhmen të bëhet përbërja e re e Këshillit Prokurorial të Kosovës me kritere të reja për përzgjedhjen e anëtarëve të KPK-s. Tranzicioni duhet të përcjellet nga Këshilli Prokurorial, nga kjo përbërje, u thjesht nga krye prokurori dhe çdo gjë tjetë gati me 31 dhjetor të këtij viti, mirë që me 1 janar të merret
të konstituohet Këshilli i ri me përbërje të re. Unë se kam dileme se do t'jenë, po e them që dilemat do t'jenë gjithmonë dhe do t'i bëjmë zgjidhjet kushtetuese dhe ligjore. Nuk është qëllimi që as kujt, as ti merret apo t'jepet mandat më shumë se sa duhet, por Këshilli duhet të jetë funksional. Jetish Maloku dhe Bajram Ukaj do t'jenë antar të Këshillit Prokurorial deri më 31 dhjetor. Ani pse ju ka lënë mandati 5 vjeçar, njërit në gusht e tjetrit në shtator. Për këtë çështje pati diskutim mes antarëve të Këshillit Prokurorial. Mos e shkeli mas ligjin, pas mos të shkelim drejtën e dikujt të cilin e ka fitu ma herët. Unë pres nga ky komision, jo këtë normative që të termine rregullore, për thamë, sa më të përgatitur, sa më profesionale. Mendoj që në këtë rast i ka rënë barë Këshillit Prokurorial që vetë ta kryej tranzicionin, domethënë përgjithësi, duke përfshirë këto dhe zgjedhjet e reja për anëtarët e ri të cilët do të shtohen, por edhe të adresojë edhe çështje tjera që janë të nevojshme për ta kryer një tranzicion sa më të mirë në përputhje me ligjin e ri. Besoj që deri me datën 1 ka data para pushimeve vjetore do ta japin formën e draftit final, cilën Këshilli Prokurorial do ta diskutojmë ditën e ardhshme. Këshilli Prokurorial vendosi që rregulloria për zgjedhjen e antarëve të rinj të Këshillit Prokurorial të diskutohet më 31 korrik. Radio Televizioni 21 sonte nis me skemën verore të programacionit. Nga ora 21:30 do të sjellim para jush një skemë ndryshe relaksuese verore në kuadër të emisionit 21 grad, apo jo Labi? Po, kështu është Leonora, përshëndetje të ngrohtë për gjithë shikuesit e Radio Televizionit 21, veç sonte e kemi një arsye edhe shumë të fortë sepse ju servojmë shikuesve të Radio Televizionit 21 nga ora 21:30 emisionin 21 grad. Kjo po startojmë sonte edhe me një lajm shumë të bukur, ku vlen të bëhet gjithçka për shikuesit e Radio Televizionit 21, sepse ne sot e morëm lajmin, na cilësuan edhe na besuan, por edhe na shikuan. Vazhdojnë të na shikojnë, meritojnë që të bëjmë gjithçka për ta sa më tepër, për shkak se sipas sondazheve dulem sërish përsëri, ma mirë të quaj kështu, të parët në Kosovë sa i përket çikosh. Po Labi, dhe sigurisht ne nuk do t'i zhgënjejmë asnjëherë shikuesit tanë me laramin e programeve tona, dhe rasti është edhe emisionit që sot do të startoshti me të, 21 grad, a është mjaft freskët, Labi, në mbrëmje 21 grad? është freskët, po nuk e di freskin do ta kenë shikuesit, duke marrë parasysh se nxehtësinë e ditës ne kemi mundu ta sjellemi freski, sidomos mbrëmje, kemi mundu gjithçka me jap më të mirën sepse shikuesit janë ata të cilët e meritojnë. Çdo natë jemi që nga e hëna deri të premten, duke mos harruar për shkak se nuk jam unë Labi i cili do të jem ndoshta vetëm unë pjesë e këtij formati televiziv apo këtij emisioni i cili starton sonte, është Blerona Nikuqire, e cila do të jetë vazhdimisht bashkë me shikuesit, janë Robert Bojaj, Meti Alshiqi, Visar Kalludra, Meriton Mjekiqi, cilët vazhdimisht do të punojnë, do të sjellin mysafir gjëra të bukura dhe interesante për shikuesit e Radio Televizionit që ja vlen për shkak se e di që edhe gjatë sezonës verës, edhe gjatë kësaj vape, ata që ndrojnë nuk ndahen asnjëherë nga ne. Kështu që ne kemi mundu ta japim maksimumin dhe ta japim më të mirën për gjithë ata të cilët vendosin edhe besojnë që të rinë bashkë me Radio Televizionin 21. Gjana të bukura dhe interesante do të mundohemi t'ju sjellim, ka rubrika interesante, po Leonor mbi gjitha vlen të theksohet sepse ne asnjëherë nuk i kemi lënë ana shikuesit. Janë ata të cilët ne do të komunikojmë drejt për së drejti bashkë me ta, do t'i kemi telefonatat e hapura bashkë me ta, ku do të diskutojmë për shumë çka bashkë me ta. Nëse doni unë pyet edhe informacionin kush janë mysafirët e parë për sonte, po i zbulojmë këtu te Niseni Live News. Ose do t'i lëm surprizë, do shta më mirë, që do t'i lëm surprizë, ta ndjekin emisionin shikuesit dhe t'i shohin. Ti zgjedh. Okej, po e lëm pra surprizë. Kështu që më mirë po e lëm se sonte të shpalosim gjithçka nga platoja e Radio Televizionit 21 për shikuesit e Radio Televizionit 21 me 21 gradë. Faleminderit Labi shumë për këtë paraqitje. I dëshirojmë shumë suksese këtij programi.
Vazhdojmë me kronikat e tjera nga kultura, por vëgjërsisht e kemi këtu kolegën ton Ariana Çaka, e cila po na pret. Ariana, përshëndetje. Përshëndetje Nora, për ty dhe gjithë shikuesit tanë. Ajo që kemi veçuar ne të prezentojmë në rubrikën e kulturës pas këtij lajmi të mirë për fillimin e emisionit 321 gradë, është pikërisht edhe një promovim që u bën në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë, që në fakt përfshiu 3 vepra. Librat Komiteti Qendror Shqiptar i Korfuzit, Shqipëria në prag të konferencës së paqes dhe General Philips dhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës sjellin dokumente të reja për historinë kombëtare shqiptare, përkatësisht për periudhën ndërmjet viteve 1913-1920. Këto botime të Qendrës për Studime Shqiptare nga Londra dhe Institutit të Çështjeve Kombëtare nga Tirana u promovuan në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë. Ulëmtimet e historianëve në një ndër arkivat më të plota botërore, atë të Londrës, kanë sjellë 3 libra me dokumente të rëndësishme dhe të pazbuluara deri më tani për historinë kombëtare shqiptare. Komiteti Qendror Shqiptar i Korfuzit, Shqipëria në prag të konferencës së paqes dhe General Philips dhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës janë 3 tituj të cilat u promovuan sot në Prishtinë nga Qendra për Studime Shqiptare në Londër dhe Instituti i Çështjeve Kombëtare në Tiranë. Nga dokumentat britanike, pak të njohura, këto që janë këtu të pa njohura nga ne deri më sot, ne ndriçojmë atë periudhë që ka vitet 83-1885. Historiani Hamit Kaba vlerësoi se këta libra janë burim i rëndësishëm për historinë shqiptare. Dokumentacioni i vjerë nga kolegët tanë është një burim i vyer për të njohur më mirë historinë e atyre viteve, për të rikonfirmuar, riformuluar, qartësuar e pasuruar historinë e ngjarjeve dhe të personave të veçantë, për të theksuar më mirë vlerat dhe kundërthënjet, por edhe për të provuar zvetënimin e padiskutueshëm të disa figurave antikombëtare si Esat Pashtoptani. Edhe pse nuk ishte i pranishëm në këtë promovim, akademik Recep Qosja dërgoi një mesazh të tij për rëndësinë e këtyre librave për çështjen kombëtare shqiptare, të cilin e lexoi profesor Begzat Baliu. Lënda arkivore që paraqitet në këtë libër është ashtu siç mund të pritet shumë tronditëse. Në të, prej dëshmitarëve, prej vëzhguesve, kryesisht britanik dhe shqiptar, jepen të dhëna të shumta për fatin e Shqipërisë e të trojeve të saj të shkëputura dhe të shqiptarëve në përgjithësi gjatë kësaj kohe. Jepen shumë të dhëna për pushtimin e pjesëve të Shqipërisë së krijuar në konferencën e ambasadorëve në Londër prej Serbisë, Malit të Zi, Greqisë dhe Italisë. Editori i këtyre librave, profesor Ethem Çeku, tha se gjatë përgatitjes së këtyre titujve ai ka shuar shumë dilema në lidhje me ngjarje të ndryshme historike. Do thotë këto dokumente na japin të kuptojmë politikën angleze në raport me çështjen shqiptare. Nuk ishte ajo në të cilën ndonjëherë ne e kishim trajtuar, e kishim parë nga dokumentet të cilat i patëm afër nesh. Këto dokumente kanë filluar të përgatiten që 15 vjet dhe paraqesin politikën angleze ndaj popullit ton, duke zbardhur shumë dilema për personalitete shqiptare. Gjithashtu në to është dokumentuar edhe përkraja e popullit ton nga figura të rëndësishme ndërkombëtare. Pas 2 vitesh, paraqitje të Sigal Prishtinës dhe Pejes, prej sot edhe një klub kosovar do të jetë pjesë e Ligës Ballkanike në basketbol. Fjala është për klubin e Bashkimit që sot e mori edhe zyrtarisht konfirmimin që edicionin e ardhshëm do të luajë në këtë garë rajonale. Bashkimi Prizrenit do të jetë ekipi tjetër kosovar që do marrë pjesë në Ligën Ballkanike për edicionin 2015-2016. Liga Ballkanike ka theksuar se Bashkimi ka fituar të drejtën e garave për arsye se në këtë sezon feston 70 vjetorin e themelimit si klub. E gjitha filloi së pari nga vizita e drejtorit Shesh Trix, pastaj deklaratat e tij e në fund edhe njoftimi zyrtar në faqen e Ligës Ballkanike. Bashkimi do të shënojë moment historik këtë stinor, pasi në 70 vjetorin e themelimit të klubit do të debutojë në arenën ndërkombëtare, ka shkruar faqja e Ligës Ballkanike. Bashkimi të mbetet të punojë për të plotësuar kushtet minimale të kërkuara nga Liga Ballkanike për të fituar të drejtën për ndeshjen në Prizren. Duhet kujtuar se në vizitën e Shtriks, para pak ditësh në Prizren, u dhan premtime të mëdha për investime si në përmirësimin e infrastrukturës në palestër, ashtu edhe në krijimin e një skuadre të fortë.
Komuna e Prizrenit premtoi ndarjen e një fondi prej 150.000 eurosh në rast se bashkimi bëhet pjesë e Ballkan Ligës. Kosova Këstinor mund të ketë deri në 3 ekipe që do përfaqësojnë në Bibull, edhe pse në fillim është thënë se ky numër do të jetë 2. Deklaratat e fundit të Shtriksit janë që edhe pse Peja do marrë pjesë në rangun e 2 të basketbollit kosovar, mund të marrë pjesë në garat e Ligës Ballkanike, pasi kjo ka ndodhur edhe në sezonin 2009. Ndërsa aktualisht është e paqartë nëse Sikal Prishtina do të vazhdojë të jetë pjesë e Ligës Ballkanike apo do të garojnë në Challenge Cup. Do të flasim edhe në vijim për basketbol për të paralajmëruar aktivitetet e radhës. Reprezentacioni i 20 vjeçarëve të Kosovës sonte do të bëjë debutimin në divizionin B të kampionatit evropian. Nga ora 20:15 Kosova do të luajë me Portugalin. Në anën tjetër, reprezentacioni i 16 vjeçarëve në San Marino po luan në divizionin C të kampionatit evropian. Nesër në ndeshjen gjysmëfinale do të luajë përballë Maltës. Në fund të basketbollit edhe njoftimi se nesër do të zhvillohet turneu i PES në streetball. Turneu i PES është i 5-ti në Limak Streetball Kosova 2015, nis në orën 10 dhe zhvillohet në qendër të qytetit. Të nderuar shikues, këtu e përfundojmë magazinën informative 20 e Një Live News. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.